nga opozita vendit është shkutja e mendimit nga gjuha. Doan gjuha thot krejt tjetër gjë nga ajo që është mendimi dhe ky është një dëm më vetë që do ta trajtojmë ndonjëherë po jo sot, sepse ka ndryshuar në një masë të madhe kuptimin e vetë fjalëve shqipe, jo duke kthyer krejt në të kundërtën, sa atëherë prapë do merreshin vesh, për shkak se ka dhe një lloj fëmijësh që thon fjalën së prapti, po e kuptojnë atë. Por këta di si e thonë së prapti, po edhe tërthorat të tërthor, kështu që vërtet po e shkusin mendimin nga gjuhë. Duke krijuar një gjuhë që është e vështirë të kuptohet. Tani, është dëm për demokracinë apo nuk është dëm tazam bashkimi i këtyre dy pozitave? Ata që kishin thonë është dëm, tani thonë ne do i bashkojmë. Dhe kanë propozuar të mbajnë vetë të dy pozita. Prandaj është një dëm i madh që i bërë vendit edhe në këtë aspekt, sikush jo kaq të utilitar se të përgjithshëm. Ju besoni që nuk do funksionojë shantazhi i Vjosa Osmanit? Jam shumë i sigurt që nuk do të funksionojë, sepse shantazhet në Kosovë nuk kanë funksionuar edhe nga fuqi shumë më të madhe se sa e Vjosa Osmanit. Qoftë shantazhi serb i përparshëm, që dal nga gradualisht pastaj edhe në fundit kapsuar disa, qoftë shantazhet e disa ndërkombëtarëve lobistë të Serbisë që i kanë bërë votuesit në Kosovë për të hequr dorë nga kauzat e veta dhe votuesi në Kosovë nuk ka hequr dorë, kam këtu parasysh Grenellin, përcënimet që bënte kur ishte i dërguar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lajçakun, Escobarin për një kohë. Kështu që atje në Kosovë, ky shantazhi mbi sovranin është absurd në term, prandaj tash e rënojnë çdo gjuhë dhe çdo lidhje të saj me mendimin. Nëse populli është sovran nuk mund t'i bëhet shantazh. Sepse dështon shantazhuesi e jo i shantazhuar. Sepse një popull nuk mund të shantazhohet dhe nuk mund të ndalohet. Edhe pse nga opozita një segmente caktuara kanë quajtur votuesin jo në nivelin e duhur atë mbështetësit të opozitës, vetvendosjes. Mirë, kjo është kuptuar drejt nga populli që 51% të popullsisë të Kosovës është ignorante, sepse vetëm sepse nuk i voton ata që nuk kanë asnjë kauzë për të cilën ta joshin popullin, ose e cila si thosh e vën në frazë dëshirat e popullit. Profesor, ju përmendët dy Shtetet e Bashkuara pak më lart, por t'ju pyes përtej asaj që duket edhe që është thënë. Mendoni që thyrja ndodhi me të vërtetë për bordin e paqes mes Kurtit dhe Osmanit apo duhej një sebeb? Apo në fundit askush nuk i kishte borxh askujt për ta mbajtur një mandat dytë presidencë? Jo, normal që nuk është ajo arsye, mos pavesh, sepse në fundit është qeveria që merr zotimin, ka marrë zotimin për përfshirjen aty për dërgimin e forcave të Kosovës për dhënë kontribut në rindërtim as sa mund të jap kontribut, po kuptohet është përfshirje simbolike për të rindërtuar një vend të shkatruar sa mund të ndihmojë secili. Profesor, po kaq shumë faj ka krahu i luftës akoma, edhe pse Albin Kurti ka disa vite, ju bën disa në fakt, jo pak në pushtet, ndërkohë që krahu i luftës është në opozitë, disa e në Hag, disa pa pushtet. Akoma ata se më kujton frazën që në Shqipëri shpesh herë përmendet pas disa mandatesh që fajin e ka Saliu. Kjo është një prandaj thash prapë çorëditje e gjuhës. Dhe lidhë me mendimin. Nuk ka kuptim të flitet për parti që përfaqësojnë krahun e luftës dhe për parti që nuk e përfaqësojnë krahun e luftës. Po t'i marrësh edhe në nivelin mikro, domethënë në treguesit e rëndom vetëvendosja ka kandidat tani 18 veteranë të luftës. Ka 12 kandidatë që vinë nga familje dëshmorësh. Dhe mbi gjitha këte ka bashkuar si kush traditën e çurinë e rezistencës në Kosovë, sepse ka edhe shumë kandidat nga ish të burgosit, përsekutuar të Jugosllavisë e kështu me radhë.
Ndërka që ata përpiqen të bëjnë një identifikim të UÇK-s me komandant individual, personal. Çdo komandant po të flitet ose përflitet ose jeti papranueshëm për shkak të veprimtarisë së mëvonshme në paçe, thonë po sulmohet UÇK. Prandaj unë isha pak ose si thoshe shpreha mendimin që këta sapo nuk e pranuan në koalicion as LDK as PDK Fatmir Limaj. Fatmir Limaj ka qenë një nga komandantët, komandant Qeliku, dhe atëherë bie se në qoftë se individ komandant paras UÇK, ata se kanë pranuar koalicion me UÇK, sepse UÇK është Fatmir Limaj, apo UÇK është Sami Lushtaf, apo UÇK është cili është UÇK. Asnjë nuk mund të barazohet me UÇK-n, me një ushtri jashtë kulluar, pastër në idealin e vetë dhe në sakrificën e vetë. Por ajo që ata duan identifikim para person, fenomen, që është fenomeni UÇK, sigurisht që e çordisin komplet marrëdhënien e gjuhës me mendimin. Se nuk mund të barazohet ajo organizat me asnjë individ. Madje ndoshta me të gjithë komandantët prap nuk mund të barazohet, sepse UÇK-ja ka kryer misionin e saj, ndërsa ata që kanë qenë komandant kanë vazhduar veprimtarinë, dhe gjatë kësaj veprimtarie sigurisht që mund të kenë bërë edhe gabimet më trashanike ose madje edhe faje, të cilat për këtë veprimtari të mëvonshme nuk duhet të vishën UÇK-s. Do të ishte një dëm identifikim i personave udhëheqës të UÇK-s me vetë UÇK. E dyta ndoshta që është gabim është përpjekja për ta vlerësuar që tani personin ose është krejt i mirë ose është krejt i keq, pa gjykuar konkretisht, e që do ishte më mirë moralisht, të gjykohet çka është mirë dhe çka është keq, e pastaj personin e vlerëson më lehtë, sepse e di kur ka bërë mirë dhe kur ka bërë keq. Po mbi gjitha, qytetari duhet di çka është mirë dhe çka është keq. Këta tani mendojnë se sipas mendimit të tyre atëherë Fatmir Limaj ka qenë gjithmonë i keq, se nuk e pranuar, ose pastaj Lushtaku ka qenë gjithmonë i mirë, sepse ai është i pranuar. Pra, ky është një farë çoroditje të menduarit moral që godet themelet e qytet politikës, sepse politika ka në themel të gjykuarit moral. Çka është e drejtë, çka është e drejtë, çka është e mirë dhe çka është e keq. Prandaj nuk ka kuptim të folurit krah i luftës, krah i anti-luftës, krah i jo luftës, krah i neutralitetit e kështu me radhë. Në fundit Vjosa Osmani që tani flet tërë kohën për UÇK-n, nuk e dim të ketë qenë pjesëmarrëse në UÇK. Në luftën që ka zhvilluar UÇK-ja. Por është krejt e pranueshme për opozitën, ndërsa Albin Kurti që ka qenë në zyrën e Adem Demaçit, që ishte drejtuesi politik i UÇK-s, zyra politike e UÇK-s në Prishtinë, duan ta përjashtojnë nga çdo pjesëmarrje, edhe pse dëshmitarët asaj kohe, edhe ata komandantë në UÇK dëshmojnë se ai konsiderohet pjesëmarrës i luftës. Por Dritan Goxha tha që ka refuzuar ta vesh uniformën. I është kërkuar dhe ka refuzuar. Tani kjo është sqaruar mjaft që i kanë kërkuar vetë qëndroj aty dhe jo të vesh uniformën. Në fundit ka njerëz pa përshtatshëm për vesh uniformën. Për shembull, dërgonin mua të veshja unë uniformën në të shkoja në front, që nuk di mirë të qelloj dhe as nuk shoh mirë pas syze, ndoshta do bëja kërdin sepse drejtoja kushkën majtas, po plumi shko të djathtas, ata djathtas nuk rrugëshin, nga që kishin parë se kam drejtu majtas, edhe mund të kërdisja tërbet, po kjo nuk ka kuptim. Do të është një nga shpifjet që është e zakonshme. Profesor